O udhëtar shqiptar, kur të kalosh nga kjo tokë e Italisë, në gubjo të Umbrias, ktheu për të vizituar varin monumental të mbretit i lirëve Genti. Kujto historinë tënde të lashtë. Mos haro se je shqiptar, je i lirë, i lirë, i lirë. Mbretëria e lirëve të Mirëfillt e shtrirë mbe një mbizotërim relativ nga kufijtë e lumit Neratva në veri, mbretëria Dardane në lindje, deti Adriatik në perëndim, Epiri klasik në jug. Në gjithë territorin e saj gjenden të gjitha burimet që njeriu ka kërkuar nga natyra në të gjitha kohrat. Dhe përveç kësaj natyre, kjo shoqëri, në saj të ligjeve të saj tepër fleksibël e tepër demokratike, pati shkëlqimin dhe forcën për të mbizotëruar në të gjitha zhvillimet e mijëvjeçarit të fundit para lindjes së Krishtit në rajonin ballkanik. Dinastitë dhe mbretërit që shkëlqyen në fund të mijëvjeçarit të parë para Krishtit janë dinastia e Pleurias, shekulli 6 para Krishtit. Mbreti i Enkelejve Bardhyli, shekulli 5 para Krishtit. Mbreti Taulant, Pleuria, shekulli i 4 para Krishtit. Glauku, fund shekulli 4 para Krishtit. Mbreti Arian Agroni, shekulli 3 para Krishtit. Mbretëresha stratege Teuta, fund shekulli 3 para Krishtit. Mbreti Demetër Fari, fund shekulli 3 para Krishtit. Skerdilajdi, komandant i Agronit dhe i Teutës, fund shekulli 3 para Krishtit. Pleurati, bir i Skendilajdit, fillimi shekullit të 2 para Krishtit. Dhe së fundi mbreti Gent, djali i dytë i mbretit Pleurat dhe nipi i Skerdilajdit, gjysma e parë e shekullit të 2 para Krishtit. Mbreti Genti ishte djali i dytë i mbretit Pleurat. Me një erudicion dhe ambicie për pushtet, mjaft shpresëdhënës për t'u kundërvënë Romës. Kjo bëri që obortar të brendshëm të ngrenë komplot për vrasjen e vëllait të tij si trashëgimtar i ligjshëm i fronit mbas Pleuratit. Etleva, ose ndryshe Etuta, ishte vajza e bukur e mbretit Monun të Dardanis, që për arsye aleance kundër Maqedonis, kishin lidhur këtë martesë me djalin e Pleuratit. Ai vdiq se e vranë dhe këtë aleancë dhe martesë do ta trashëgonte bashkë me fronin mbreti Gent. Mbreti Gent ndërmori shumë reforma ekonomike e financiare. Përqendroi në një dorë të gjithë administratën e vendit. Përqendroi financat nëpërmjet një takse mbi të gjithë nënshtetasit. Shfrytëzoi të gjitha punishtet monetare të Lisit dhe të Shkodrës,
duke ushtruar kështu jo vetëm një kontroll të plot mbi monedhën ilire, por duke krijuar mundësitë e mëdha financiare për një përgatitje serioze në fuqizimin e ushtrisë me anije dhe mjete të tjera lufte. Pati një numër të madh në punësish fiskal dhe burgje të famshme për ata që shkenin ligjet e këtij shteti. Kështu me Gentin dhe mbretërinë e tij, u arrit shkëlqimi i fundit i kësaj popullsie, që nuk e kishte njohur mposhtjen në rajon. Ai dha modelin e fundit të një shteti të fuqishëm i lirë, dhe kryeqyteti i tij që pikërisht Shkodra. Në shenjë të pjesëmarrjes në aleancën e gjerë kundër Romës, në ishullin Rhodo të Egjeut, nënshkruhet marrëveshja midis Perseut të Maqedonisë, Gentit të Ilirisë, Seleukut të Asisë dhe Rhodosit kundër Romës. Prania e Gentit në këtë aleancë nxiti vendasit, Rhodasit dhe Seleukët të marrin pjesë në nënshkrimin e saj. Kaq e famshme ishte fuqia e mbretit Gent. Roma në vitin 170 përpara Krishtit përgatitej për të sulmuar Ballkanin, Gentin dhe Perseun. Më 168 para Krishtit, Roma sulmoi me forca të shumëfishta dhe brenda 20 ditëve e mundi Gentin. Nga kronikani romak Tit Liv, na vjen kjo shprehje teje tingëlluese edhe për ditët e sotme. Në pak ditë, shtroi fishin i lirë trim për tokë e për det, duke na transmetuar kështu gëzimin e kësaj fitoreje me notat e çudisë dhe të triumfit të ushtrisë romake mbi trimat e detit dhe të tokës që kishte njohur bota e tyre. Kronikat e kohës e përshkruajnë plaçkën e luftës që kishin zënë në oborin mbretëror të Gentit. Orendit e mbretit, 27 ponte ari, 19 ponte argjendi, 120.000 drakmi i lire dhe 13.000 dinar romak, flota me 270 anije dhe një ushtri 15.000 vetësh. Oborin mbretëror të Gentit e dërguan në Spoleto dhe më pas në Gubbio të zonës së Umbrias. Këtu ruhet dhe ky tempull romak, që sipas dëshmimtarëve të vjetër është dhe vari monumental i mbretit ton të ilirëve, Genti. Kemi studiusin e etnokulturës shqiptare, zonën Eva Brinja, e cila është duke bërë një vizit pranë varrit të mbretit Gent në Gubbio. Ky varr, siç e shikoni këtu përballë nesh, i përket një periudhe të vitit 168 para Krishtit. Dhe siç thuhet nga studiusit historian, mbreti Gent në këtë periudhë, mbas pushtimit romak, është kapur nga romakët dhe ka përfunduar në këtë zonë. Tani në kujtim të kësaj figure historike, politike dhe shoqërore të kësaj kohe, më saktë ilirët që e kanë shoqëruar këtë, kanë arritur të ndërtojnë të monument kulturor i cili është në përkujtim të kësaj figure. Tani në lidhje me këtë, studiusja jon Eva Brinja mund të japë një përshtypje në lidhje me këtë vizitë.
duke qenë se unë jam marrë me të gjithë mbretërit i lirë në emërtesë, në historikun e tyre, kush kanë qenë, çfarë vitaliteti kanë pasur, çfarë fuqi etj. Gendi është mbreti i fundit i lirisë Mirfield, i pjesës i lirisë Mirfield, i cili mbas Gendit ne pastaj kemi marrëveshjen midis jo pushtim të Ilirisë Mirfield nga Roma, po marrëveshjen apo rënien në varësi. Kjo ka qenë. Dhe për mua është me shumë rëndësi që e pash varin, mauzolun të mbretit Gend, sepse nga periudha që ai ka qenë në Iliri, ai del një nga mbretërit më të fuqishëm nga pikpamja ekonomike, diplomatike për të gjithë zonën, rajonin, dhe për Maqedoninë dhe për të gjitha mbretëritë e tjera të asaj pellkun që ne quajmë sot Ballkan. Dhe është një mbret shumë potent. Çfarë tregon mauzolum, të cilin unë nuk e prisja, duke parë këtë lloj vari dhe ato që shkruhen aty që edhe djemtë e tij kanë vazhduar të jenë aktiv në politikën, kanë qenë senator, të jesh senator në Rom të asaj kohe, do me thënë, potencën e tij politike, ekonomike, si një individ shumë i fuqishëm me shumë kulturë etj, ai e ka vazhduar këtu. Këtu janë pasardhësit e tij. Dhe kjo lloj teknologjie ndërtimi është shumë interesante të dihet veshja e kësaj, sepse ne shikojmë vetëm mbushjen midis dy mureve, të cilat sigurisht dhe nga jashtë do të kenë pasur po këto blloqe të mëdha. Këto blloqe janë të stilit, siç thuhet dhe atje, të etrusk apo të stilit helenik ose para helenik, por që në fakt janë vazhdime të stileve pellazike. Ku flitet për gure të mëdha që janë gure ciklopike nga pikpamja e madhësisë së tyre. Por këtu ndeshet një situash dora e kohës, kur nuk kemi vazhdimin e atyre teknologjive që sot nuk i spjegojnë dot se si teknikisht realizoheshin. Megjithatë, me dy fjalë ne kemi këtu një potencë shumë të madhe politike, në vazhdimsi të tij, të kësaj figure, politike, ekonomike. Dhe njëkohësisht mund të themi që ai ka pjesën e vet, do me thënë, brenda Romës, brenda perandorisë romake, jo më në Iliri, po brenda perandorisë romake, me po të njëjtën potencë. Unë mendoj që për ne shqiptarët është shumë e rëndësishme që të njihet perandoria romake në të gjitha fazat e saj, të lindjes dhe të rritjes dhe të fikjes së saj. Ku kemi qenë ne shqiptarët ndërkohë? Dhe çfarë rezulton? Rezulton unë ndaj në 3 faza, domethënë perandorinë romake që shtrihet gjithsej në 1000 vjet, që nga shekulli 5 para Krishtit deri në shekullin e 5 që u shkatrua domethënë nga invazionet pjesa perëndimore e perandorisë. Domethënë rreth 1000 vjet. Në këto 1000 vjet është faza e parë është që Roma pushton gjithë gadishullin italik. Domethënë pushton të gjitha provincat rreth e përqaf. Në këtë periudhë, në prezencë në këtë gadishull është Pirua, i cili ka një funksion jashtëzakonisht aktiv dhe gjithmonë në këto lloj marrëdhëniesh ushtrit marrin dhe japin, domethënë ka një kontribut të veti në këtë periudhë. Mbas marrjes së gadishullit vjen faza e dytë të rritjes së zënies së tregjeve. Dhe tregjet kanë qenë lindja që është Ballkani, domethënë është Iliria, dhe perëndimi që është Kartagena. Çfarë ndodh? Në historiografinë e lashtë latine, nga të gjithë autorët latin, njihet sepse lufta e Romës kundër Kartagenës ka vazhduar 100 vjet dhe janë të përshkruara të gjitha luftimet që janë bërë. Por ndërkohë, ka qenë dhe lufta me Ilirinë, e cila ka vazhduar 200 vjet dhe mbyllet me Gentin. Në këto 200 vjet është shumë interesante se forcat që janë përdorur kundra Ilirisë, tratativa dhe kohëzgjatja është shumë e mundimshme për Romën se sa për Kartagenën. Në përfil ma jepet vetëm Kartagena sepse Kartagena u pushtua dhe u shkatrua, ndërsa Iliria nuk u pushtua, ra në vasalitet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë, kjo është periudha e dytë e rritjes së Romës, nga gadishulli që të zër tregjet e Mesdheut, që të bëhet qendra e Mesdheut. Dhe pastaj mbasi u bë qendra e Mesdheut, vjen mbas Gendit e çik më pak, vjen periudha që kalon në një krizë të administrimit, një 50 vjeç ka qenë një krizë shumë e madhe. Këtu futen në lojë prap, se siç e pat juve pak më përpara, edhe pasardhësit e Gendit këtu kanë qenë senator. Domethënë kanë qenë në kontribut e sipër, domethënë brenda Romës, brenda perandorisë romake, senatit të Romës. Por është shumë interesante që kur kaloi në krizë Roma, një 50 vjeç në krizë administrimit të gjithë këtij territori të madh, ka qenë përsëri perandor Diokleciani, që është i lirë, që fut një administrim të ri e ndan në 4 pjesë perandorinë.
e ndan në dy veta, kjo administrimi i ndarjes është një që vjen vetëm nga ata që kanë një traditë në administrim. Janë 2 Cezar dhe 2 Maksimilian, diçka e tillë. Gjithmonë mbas Dioklecianit dhe për 200 vjet rresht derisa bie, si thua, pjesa perëndimore e Romës, në krye kanë vazhduar vetëm perandor në Split të Dalmacisë është qendra. Kalon qendra, po. E përmendëm dje që s'po e gjeja. Domethënë nga Diokleciani 222 diçka e tillë është viti, mos gaboj, 322 dhe për 200 vjet rresht kemi në krye vetëm perandor i lirë. Qendra ikën nga Roma dhe vjen në Split të Dalmacisë, sepse edhe qendresa më e madhe janë dyndje që po vinin nga gjermanikët dhe nga slavët e me radhë, kupton? Dhe domethënë është aktive Iliria dhe Ilirët janë aktiv brenda Romës në të tëra periudhat e saj. Dhe në fund pastaj kur ndahet në 2 pjesët kryesore, Oksidenti dhe Bizanti, Oksidenti bie totalisht, në shekullin Bizanti qëndroi në këmbë. Dhe për 1000 vjet të tjera nga shekulli 5 deri në shekullin e Skënderbeut, domethënë në periudhën e Skënderbeut, është vetëm Bizanti ajo që prandaj edhe perëndimi e ka kështu diçka brillante Bizantin. Sepse jeta këtu ka filluar në komplet perëndimin, ka filluar nga zerua, ka filluar nga jeta në mal. Është ngritur çdo gjë, fiset e tjera janë ngritur, çdo gjë është ngritur nga zerua dhe ka qenë Bizanti ajo që ka injektuar tregëtin, teknologjinë, pak edhe bota myslimane, por kryesisht Bizanti, ai ka qenë timoni, sepse Bizanti ka dhënë dhe myslimanëve ndërkohë, kishat, shkollat, me radhë gjitha i ke nga Bizanti. Kush janë ta Bizantët i kemi prap emrat tonë. Ne vetëm për fatin e keq që nuk i themi këto gjëra me emër dhe me mbiemër, kush janë, nga janë, ne nuk e dimë që kontributi përsëri i ringjalljes së pjesës së Oksidentit është mbi krahët tona. A mund të ketë patur ndikim që të ketë pasur vërtimësi ky trashëgimia mbretërore këtu? Ky lloj vari tregon që Gendi ka vdekur fizikisht, po jo raca e Gendit, jo bori mbretëror i Gendit. Ata kanë vazhduar, kanë qenë aktiv përderisa ky lloj nderimi kaq pompoz dhe me një ndërthurje të tillë teknologjie tregon që jo vetëm kanë vazhduar, por kanë vazhduar në stilin e tyre, në filozofinë e tyre, në botë kuptimin e tyre, të pandikuar. Genti është nipi i Skadilajtit, një nga komandantët e Teutës. Është shumë interesante kur shikon mbretërit në mbretërinë ilire si kanë ardhur, nga kush kanë ardhur. Domethënë, aty kupton që mbretëria e ilirëve të Milfillt ka pas sa rregulla tamam demokratike federative, që mbret bëheshin nga ajo provincë apo nga ai shtet, si mu themi sot në Amerikë, që i duhet kohës. Për shembull, Genti, nga vjen Genti, gjyshi i vet ka qenë nën Teutën. Dhe ka pasur Skadilajti ka pasur një nderim të tillë për Teutën që tradhtarin e Teutës që është një Demetri Fari, nuk ja ka fal. Vetëm që pse e tradhtoi Teutën, nuk ja ka fal Genti, ky Skadilajti, gjyshi i Gentit. Do të thonë kjo marrëdhënia midis mbretërve, qoftë në breza, qoftë vetëm në ruajtje të moralit, të parimeve të moralit të tyre. Periudha kur Roma do të futet në pjesën jo të Ilirisë, por në pjesën e Epirit, poshtë në pjesën e Epirit. Teuta zuri Epirin si varësi, e futi në varësi dhe bëri dhe këtu është dhe momenti që deri ku është quajtur Epir dhe ku është quajtur Heladh. Sepse aty vjen një histori e tillë që kur e zaptoi, ka zaptuar brenda natës. Teuta, stratege e jashtëzakonshme. Zuri Finiqin, si qendrën e Epirit, Epirotët u tronditën, jashtëzakonisht, donin të reagonin dhe ju vinë në ndihmë Helenët. Këtu dalin për herë të fundit në histori Helenët dhe neve shikojmë pikërisht kufirin ku është Helenë, çfarë quheshin Helenë me një fjalë më saktë, dhe çfarë quheshin Epirot. Del historia me Teutën. Sepse në momentin që Teutës mbasi vendosi piketat në Korfuz dhe Metër Farin, që e dorëzoi tek Roma duke tradhtuar Teutën, i ndodhin disa gjëra në oborin mbretëror, kësaj për ta heq nga afroni, janë ato konfliktet e brendshme, dhe kësaj i duhet që të iki nga Epiri.
Dhe në këtë moment i thot me njërë epirotëve, do bëjmë një marrëveshje, o burra, epirotët bëjnë marrëveshje dhe e lën aleancën me Helenët. Këto del një histori, unë këtë histori kam evidentuar, të treguar nga Helenët, si na tradhtuan epirotët, ne vum ushtrin, vum armët, vum këto anijet, nuk e di se sa anije, forca kishin vënë, që të hiqnin Teutën. Me thënë, aty shikon historinë e fundit, se pasaj këtu hynë romakët dhe s'kemë pasaj, nuk flitet më për Helen. Helena, në me thënë, emri Helen, ringjallet në 1821 me shtetin që krijoi Ali Pasha, i vun një mbret të huaj, vendosën dhe gjuhën zyrtare greqishten, që shkruheshin në përzyra, dhe popullsia vendase që nuk e, do me thënë ishte, për shembull, kjo e Marko Boçarit një fakt i tjetër, po dalim nga një fakt në faktin tjetër, po desha të them këtë që Helenët vinë prapë si emërtesë në mbas Ali Pashe Helenës, nuk ekzistojnë më. Historia e fundit është kjo, midis Epirit dhe Helenëve që prishin aleancën për të lidhur një aleancë me Teutën. Këto janë momentet që, do me thënë, Roma po kërkonte tregjet e Ballkanit dhe në këto treg bën pjesë Epiri, bën pjesë ajo që quhet Helene, bën pjesë Ilirët e Mirfill, Dardanët e Merat. Në zonën e Umbrias ka më se 20.000 emigrant shqiptar. Në Foligno të Perugjas, shqiptarët kanë shoqatën e tyre Ilirida, me president profesor Nehat Marku. Në Spoleto, shqiptarët janë të organizuar në shoqatën Akas Skanderbeg, me president zotin Kol Marku. Ata mblidhen, punojnë, festojnë dhe organizojnë piknike. Dhe njëkohësisht nuk harojnë kur Mëmëdheun. Me rastin e festave të nëntorit, shoqata Akas Skanderbeg ftoi nga Shqipëria studiusen e etnokulturës shqiptare, zonjën Eva Brinja, autoren e librit Antikiteti, si dhe albanologun e nderuar profesor Albert Frashërin. Atëherë, të doja që para jush të merr fjalën përshëndetëse zonja Eva Brinja. Duke ju uruar dhe unë festën e pavarësisë, do të thoja dy gjëra. Sot kam pasur rastin të shikoj nga afër dy herë, dy forma të ndryshme të vitalitetit shqiptar. Njëra është kjo mbrëmja e sotme, ku gati 70% këtu e njerëzve që kërcejnë janë rini moderne, që kërcejnë me kaq dashuri, me kaq pasion, muzikën e kulturës së tyre. E para kjo. E dyta, paradite pata rastin të shikoj mauzoleumin e Gentit, mbretit i lirë të fundit, një figurë shumë e madhe e etnokulturës shqiptare, dhe jam çuditur me faktin e madhështisë që ai ka lënë në këtë tokë si mbret me pasardhësit e vet në politikën e Romës. Një fakt që nuk e dija. Në Gubbio. Në Gubbio të Umbrias. Të Umbrias. Është një varë që duhet, me këtë rast ju që jeni edhe për qark, keni rastin ta shikoni dhe pse jo dhe të kujdeseni për të. Është një moment shumë i rëndësishëm për ne. Dhe për të mos ta zgjatur, me që jemi në festën e pavarësisë, unë do doja të bëja një sqarim të vogël që nga pikpamja shkencore dhe historike nuk është sqaruar dhe nuk është transmetuar në shqiptarët. Ne kur festojmë ditën e pavarësisë, do me thënë ditën e flamurit, ne shqiptarët duhet të dimë që duhet festojmë dhe emrin ton shqiptar. Ky emër është lënë amanet nga Skënderbeu. Dhe me këtë emër Skënderbeu shqiptarëve i ka thënë që kujdes, ne nuk jemi as kryqi dhe as gjysmëhëna. Ne jemi bit e shqipes që vjen nga Ari, nga një nga hyjnik pellazge.
Dhe prej Skënderbeut na vjen ky emër. Ne jemi shqipëtarë, shqipëtarë. Vajeni mend vetëm bashkë me flamurin, ne gjithmonë duhet festojmë dhe emrin tonë shqiptar. Ndërtimet në ato periudha mira vjeçare ku është formuar dhe etnokultura shqiptare, ato këngë dhe ato valle që ju sot vazhdoni i transmetoni dhe i shijoni në këto lloj qytetërimesh. Sot shkencat aplikative që ndërtojnë gjithë botën nuk i spjegojnë dot, vazhdoj akoma. Shiko si kanë qenë, varet si kanë qenë. Janë me kate, urdhro brenda. Pa tulla, pa gure, nuk spjegojnë dot se si janë bërë. Kjo është Shqipëria. Ende e pa njohur, ende e pa zbuluar. Dhe po këtu në Amantja, duke qëndruar në Amantja, vazhdo akoma, për ironin tonë, me thëmë, tu është një rast tjetër, po vazhdo. Kjo është një trapezi matë e pak se qëfar hapësire ka, po është se si janë realizuar këto, unë jam veti inxhinjere në bazë, në formimin tim të parë, nuk arri do t'i spjegoj. Vazhdo, këtu janë dhoma mbi atë kurpudhën e madhe, që janë prapë të konsumuara, vazhdo akoma. Tu është një tjetër. Pra ka shumë çudira vetëm në një vend, po të shikosh në gjithë Shqipërinë, po ta bredhësh, manitesh nga çudira, të cilat duhet jenë objekt turizmi. Dhe ne akoma nuk i kemi. Duhet jenë objekt me të cilat sot për sot duhet na nxjerrin neve të ardhurat ekonomike dhe të mos vemi të punojmë andej dhe këtej. Vazhdo akoma. Dhe në fund, për ironi, mund të shikoni muzeun e Amantjas, që mbyllet me një copë statuje mermeri, shumë brillante, me dhe është lënë krejt pasdore. Gjithashtu gërma, shkrime, që janë për para periudhës greke dhe për para periudhës romake, dhe që shqiptarët deri në shekullin e 19 kanë vazhduar dhe i kanë përdorur, dhe ne shqiptarët prapë nuk e dim këtë fakt kaq interesant dhe kaq me vlerë. Këto janë të gjitha të fotografuara prej meje. Dhe nuk janë nga të tjerë, ko që kam shkelur vetë. Të tilla ka Shqipëria anë mbar. Pra, ne shqiptarët të këtij trualli kaq të pasur nga pikpamja arkeologjike, është kjo arsyeja që kemi edhe këtë etnokulturë kaq të pasur dhe këtë thirrje genetike, do të thoja unë, që i them nipit, po ç'kemër që thu, më pëlqen që jam shqiptar. Dua, thot ai, nuk e di pse, po ato dua ma thot me gjithë shpirt. Unë mendoj që kjo është një thirrje genetike që vjen nga prindrit, nga gjyshrit, sepse në të gjithë atë edukimin ton moral dhe kulturor, kemi pasur pse të edukojmë dashurinë për vendin ton, për gjuhën ton, që sot rezulton që është gjuha që është në bazën e gjithë gjuhëve botërore. Nëse është një pemë që tregon gjuhët indo-europiane e tjera, sot nëpërmjet shkencave të sakta, nëpërmjet fizika kuantike është shkenca që po merr përsipër të zgjidhë gjithçka. Po shkohet drejt gjuhës më të parë, pra po shkohet drejt shqipes. Ka studime që nga kohët, domethënë, shekullit 17 edhe në antikitet, por këto janë studime të kohëve të fundit, që nga akademitë suedeze, norvegjeze, angleze, arrijet në përfundimin dhe vihet në këtë enciklopedi të shekullit 20, e reja, në Londër, në cilën botohet druri gjenealogjik i gjuhëve indo-europiane. Dhe gjua themelore është, kjo është gjua shqipe. Gjua e parë, kjo është gjua e parë. Këtë e ka botu Don Webster. Ju duhet ta dini që jeni bij të kombit, domethënë, siç thoshte presidenti amerikan Wilson, kur donin edhe copat të tjera t'ja u jepnin vendeve të tjera, tha mjaft mbas luftës parë botërore. Vuri vetëm, nuk mund të zhdukim nga harta e Europës, tha kombin më të vjetër të Europës. Ai ka qenë mik i Fanolit, presidenti Wilson. Po, e dini. Domethënë nuk është e rastit, edhe gjua ja këtu del që është gjua më e vjetër. A është e mundur që ne të mos e dim, ja si thot, gjua shqiptare është gjua më e vjetër e grupit indo-europian. Të ndërpres pak të fusë diçka? Po. Tashi shkencat e fundit, po zbulojnë të deri tani shkencat e lingvistikës klasike e kanë quar, domethënë, shqipen tek dega e parë. Domethënë deri tani, atë që thot profesor Frashni, që
të gjitha shkencat botërore e kanë quar tek dega e parë. Shkencat më të fundit të shkencave të sakta, fizikës kuantike, po e sjellin shqipen tek rënja. Jemi populli më i vjetër i Europës. Kemi një nga gjuhët më të para të kontinentit. Jemi krenar për historinë tonë të lashtë. Jemi krenar për identitetin shqiptar. Mos haroni se jemi i lirë. O udhëtar shqiptar, po t'ju bje rasti të kaloni nga kjo anë e Italisë, pikërisht në Gubbio të Perugjës, ktheuni për të vizituar valin monumental të mbretit i lirëve, Genti. Për të trokitur dhe mësuar historinë tonë të lashtë. Mos haroni se jemi shqiptar, jemi i lirë.